Kryeministri Edi Rama ndodhet këtë të hënë në një vizitë zyrtare në Kosovë në prag të 18 vjetorit të pavarësisë së saj. Pasi zhvilloi një takim kok më kok me presidenten Vjosa Osmani, kreu i qeverisë ka marrë pjesë edhe në një event të organizuar për promovimin e librit Kur heshtja flet, e autorit Ahmet Shala në Prishtinë. Libri i kushtohet gjykimit në Hag të 4 krerëve të UÇK-s, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi, të akuzuar për krime lufte dhe padrejtësive që ato janë përballur në këtë 5 vjeçar që është bërë kundrejt tyre nga Specialia. Gjatë fjalës së tij, kryeministri Edi Rama tha se ushtria e çlirimtare e Kosovës nuk ka lidhje me terrorin, pasi ajo nuk u armatos për të shfarosur, por për të luftuar kundër politikës së shfarosjes të ndërmarrë nga regjimi serb. Nuk ka asnjë lidhje aktiviteti i tyre dhe ushtrisë shqiptare të Kosovës me terrorin mbi popullsinë civile, me spastrimin etnik, me varret masive të njerëzve të pafajshëm, me shënjestrimin e fëmijëve dhe të grave nga snajperët e vendosur aty me këtë qëllim, apo me përdhunime, me vrasje, me mbytje njerëzish në lumë. Asgjë. Ata 4 burra nuk u armatosën për të ndërtuar një politik shfarosje, por armatosën kundër një politike shfarosje. Ata nuk u armatosën për të imponuar sundimin e tyre në një territor të huaj, por armatosën për të hequr qafe sundimin e të huajve në tokën e tyre. Rama vijoi mëtej në deklaratën e tij, duke thënë se presidentja Osmani është kërcënuar pasi nuk lejoi prokurorët e Hagës që të hynin në zyrën e presidentit me argumentin se do të kërkonin prova për krimet e luftës. Tani mund të jetë sekret shtetëror këtu në Kosovë, por nuk është sekret shtetëror për mua që edhe presidentja e Kosovës është kërcënuar. Dhe këtë gjë nuk e dini sepse nuk është thënë asnjëherë, por po e them sot. Është kërcënuar sepse nuk ka lejuar që prokurorët të dhunonin zyrën e institucionit president Kosovës, se me demek do kërkonin edhe aty provat e krimeve kundër njerëzimit. Gjatë fjalës së saj, presidentja Vjosa Osmani e cilësoi librin si një dëshmi të padrejtësive në kurrizë të krerëve, ndërsa theksoi rëndësinë historike të lirisë së Kosovës dhe sakrificën e brezave që udhëhoqën luftën çlirimtare. Autori në këtë libër trajton edhe dhunimet masive si armë lufte, gjenocidin e spastrimin etnik, të zhdukurit me dhunë dhe shumë plagë akoma të hapura, duke na rikujtuar se përballë historisë së dhimbshme, përgjegjësia jonë është ta ruajmë kujtesën kolektive, të kërkojmë drejtësi dhe gjithnjë ta vlerësojmë drejt sakrificën. Lufta çlirimtare e Kosovës duhet parë dhe vlerësuar brenda këtij konteksti historik. Ajo nuk ishte akt i impulsit, por përgjigje ndaj një realiteti të padrejtë dhe një shtypje shekullore. Ishte një luftë për të mbrojtur të pambrojturit. Ishte një luftë për mbijetesë, për dinjitet dhe për të drejtën për të jetuar të lirë. Gjyqi për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Recep Selimin dhe Jakub Krasniqin në Hag vijon prej ditësh, ndërsa mbrojtja e ka cilësuar pretencën e prokurorisë për të dënuar me 180 vite burg ish krenët e UÇK-s si të padrejtë dhe të pabazuar në fakte e prova konkrete.